Safirin time të radhës, me mua këtu afër është Mirgena Mbrenici, e cila është logopede me profesion. Do të munduemi fillimisht të kuptojmë pak për profesionin që Mirgena ka zgjedhur, por gjithsesi do të ndalim edhe të diskutojmë sot për autizmin dhe se si komunikimi mund të zhvillohet apo të përmirësohet përmes logopedisë. Mirgena, mirë se vjen, është shumë kënaqësi me të pas këtu. Faleminderit Durata, kënaqësia është e imja. Fillimisht po e nisim pak me juve, ndoshta për të na tregu pse apo si ka ardhur deri te përzgjedhja e këtij profesioni, edhe normalisht të diskutojmë pak se çfarë përfshin logopedia, kë ndihmon në përgjithësi. Logopedia bën pjesë në shkenca shëndetësore terapeutike, e cila për qëllim ka identifikimin, diagnostikimin, trajtimin dhe mandej trajtimin e gjitha çrregullimeve që prekin pjesën e komunikimit, gjuhës dhe të folurit. Por jo vetëm, logopedia trajton edhe çrregullimet e zërit, çrregullimet e gëlltitjes, belbëzimin ose çrregullimet e mosrrjedhshmërisë, çrregullimet që lidhen me shkrim leximin, çrregullimet e disleksisë, diskalkulisë, disgrafisë dhe çrregullimet të ngjashme. Arsyet pse kam zgjedhur logopedin si profesion, kam dashur të kem një profesion e cila ka mision prekjen e jetëve të tjera në aspektin pozitiv të fjalës. Do të thotë që ndihmoj njerëzve të cilët po hasin vështirësi shëndetësore caktuara, që në këtë rast problemet në komunikim janë vështirësi në vete që plot njerëz ditëve të sotme i hasin. Prandaj logopedia ma mundson mua të kem këtë nder që t'ju ndihmoj këtyre njerëzve dhe mendoj që kam mundur të kem një impakt pozitiv në vendin ku unë punoj në jetët e këtyre njerëzve. Patjetër që po, dhe komunikimi është forma sublime, forma e vetme për të diskutuar, për gjithçka në jetë, në fakt. Komunikimi është forma e vetme për të lidhur me botën, në fakt. Kemi mandej lloje të ndryshme të komunikimit, e kemi komunikimin verbal dhe komunikimin jo verbal, mirë po komunikimi verbal është ai lloj komunikimi të cilin shumica prej njerëzve e përdorin sot dhe mungesa e këtij lloji, dhe mungesa e këtij komunikimi e vështirëson në suaza shumë të larta jetën e personave që kanë probleme me komunikimin. Si të doli tani logopedia, duke marrë parasysh që jo vetëm në botë, por edhe tek ne, sidomos tek ne, ka ardhur edhe si drejtim së fundmi, edhe ka mungesë shumë të informacioneve, qoftë edhe nga stafi shëndetësor në përgjithësi, por gjithashtu edhe nga njerëzit të cilët në fakt mund edhe mos të dinë se çfarë shërben apo çfarë mund t'ju ndihmojë një logoped. Kur kam filluar studimet si logopede, e kam ditur që ka mungesë informacioni dhe që është shkencë e re në vendin tonë, por nuk e kam ditur që deri në këtë mas ka mungesë informacioni që lidhen me logopedin. Në vendin tonë ende ekziston mungesa e informacionit në masë të madhe se çka bën logopedi, çka shërben një logoped dhe kur ne duhet të adresohemi te një logoped dhe të shkojmë te një logoped për të kërkuar ndihmë. Prandaj mendoj që ka shumë hapësirë ende në mënyrë që të sensibilizojmë masën dhe tregojmë më shumë se cilat janë benefitet nëse ne vizitojmë një logoped në momentin që hasim dhe kemi vështirësinë të folur. Çfarë janë besimet apo mendimet që mund të kenë njerëzit për logopedët në këtë rast? Dhe logopedët mendohet, të paktën kështu kam një përshtypje që ndihmon vetëm fëmijët dhe atë në mosha shumë të hershme. Por në fakt mund të jetë edhe e kundërta, mund të ndihmojë edhe të rriturit. Po, njërin ndër besimet, siç e përmendet edhe ju, është që ndihmojnë vetëm fëmijët dhe në mosha shumë në fëmijërinë e hershme dhe jo të rriturit, por në fakt logopedët trajtojnë shumë në masë të madhe dhe të rritur, trajtojnë çrregullimet e zërit, që janë shumë të rëndësishme dhe shumë të shpeshta tek të rriturit, sidomos tek profesionet caktuara, trajtojmë çrregullimet e gëlltitjes, që hasen në mosha më të shtyera për shkak të arsyeve të ndryshme, qofshin faktor neurologjik, qofshin faktor psikologjik, trajtojmë çrregullimet e mosrrjedhshmërisë ose belbëzimit. Mirë po sa i përket moshës së vogël fëmijëve, në fëmijërinë e hershme një mit tjetër që mendojnë që logopedi trajton vetëm çrregullimet e artikulimit, por në fakt nuk është e vërtetë. Logopedi trajton edhe rastet kur kemi autizëm, vonesa gjuhësore, vonesa zhvillimore apo sindroma të ndryshme, të cilat prekin dukshëm pjesën e të folurit. Prandaj roli i logopedit në këto çrregullime është kyç dhe është esencial. Prandaj logopedi ka një gamë të gjerë çrregullimesh të cilat i trajton në baza ditore dhe që pak ndonjëherë njihen në popullsi. Po, e kuptoj që një ndikim të madh mund të kenë edhe misionet të tilla, nuk kemi vetëm ne që diskutojmë për të tilla, po themi,
fenomene apo situata, por gjithsesi çfarë duhet bërë, po themi ndoshta. E përmenda edhe pak më herët që edhe pjesa tjetër e në këtë rast mjekëve shëndetësor të tjera apo diçka e tillë, nuk është se edhe u rekomandojnë apo thjesht e dinë se çfarë mund t'ju shërbej një logoped. Nuk e rekomandojnë, patjetër, nuk e rekomandojnë dhe sikur e neglizhojnë rolin dhe rëndësinë e logopedit. Po, patjetër, ka raste kur profesionistë të caktuar mendojnë që impakti në çrregullime të cilat patjetër që baza është neurologjike si në rastin e autizmit, por trajtimi duhet bërë nga logopedi dhe psikologu. Mandej njerëzit mendojnë që për shkak që çrregullimi është nga aspekti neurologjik, patjetër duhet trajtohet vetëm nga neurologu, e që nuk është e vërtetë. Çrregullime të tilla si rasti i autizmit duhet të trajtohen nga psikologu dhe nga logopedi. Patjetër nga psikologu dhe logopedi. Kemi raste të shumta kur prindrit në momentin që fëmia nuk i kupton gjërat bazike, nuk ka kontakt me sy, nuk thehet kur thirret në emër dhe elementet të tjera të autizmit dhe çrregullimeve të tjera, zgjedhin të shkojnë vetëm te neurologu për kontroll, vizitë, varësisht sa shpesh neurologu vendos dhe mandej ose vetëm te neurologu ose vetëm te psikologu. Dhe roli i logopedit nuk vihet shumë në pa, e që është esencial, sepse edhe zhvillimi gjuhësor e ka një kalendar që patjetër duhet të punohet brenda atij kalendari. Po flasim për moshën, për moshën kritike të zhvillimit, mosha 0 deri në 5 vjet. Nëse në këtë moshë nuk bëhet stimulimi gjuhësor, mandej sa më shumë që kalon mosha, aq më vështirë kemi që të stimulojmë gjuhën dhe të kemi progres në të ardhmen. Rezultate. Mirë, të flasim për temën që e tham në fillim, do të flasim për autizmin dhe se si ndikon, po themi, në aftësitë e komunikimit ky çrregullim. Fillimisht po shpjegoj çka është autizmi. Autizmi është çrregullim neurozhvillimor me bazë biologjike. Që nëmë kupton, autizmi nuk është sëmundje e cila trajtohet, e cila shërohet, por është çrregullim i cili trajtohet. Që do të thotë, autizmi nuk është sëmundje për ta bërë të qartë, autizmi është çrregullim i cili trajtohet. Autizmi prek sfera të ndryshme, e prek aspektin kognitiv, social edhe komunikativ, aspektin e gjuhës. Varësisht nga shkalla nga e cila është i prekur fëmia nga autizmi, atëherë edhe prekën këto sfera. Në shkallën e 3 të autizmit, kemi më shumë gjasa që fëmia të ketë më shumë probleme me komunikimin, të ketë më shumë probleme me ndërveprimin social edhe në aspektin kognitiv. Në shkallën e 2 dhe në shkallën e parë, kemi hasim më pak vështirësi të këto sfera. Mirë po, ndikimi për ta bërë të qartë, jo çdo fëmijë që nuk flet është autik, sepse prindrit ndonjëherë nga brenga e madhe që kanë, çdo herë mungesa e të folurës, ju asocion me autizmin. Jo çdo fëmijë që nuk flet është autik, duhet të bërë vlerësimi nga një profesionist i fushës për t'u bërë qartë dallimin, qofse po flasim për autizëm, po flasim për ndonjë vëndjesë gjuhësore apo për ndonjë çrregullim tjetër që ka shkaktuar pasoja në të folur. Patjetër, cilat janë mitet, besimet tani që se i përmendë disa, do t'i diskutoja me qenë se vishë dhe e qele si temë. Çfarë mendojnë njerëzit, çfarë besime kanë kundrejt çrregullimit të autizmit? Në momentin e parë që një fëmijë nuk flet, patjetër prindrit në radhë të parë, mandej edhe shkolla, edukatorët ose mësuesit mendojnë që automatikisht lidhet me autizmin. Jo detyrimisht, mungesa e të folurës aludon në autizëm dhe jo detyrimisht çdo fëmijë që nuk flet është autik. Dhe jo vetëm kjo, disa prej elementeve të autizmit janë mungesa e ndërveprimit social. Jo çdo fëmijë që nuk ndërvepron me të tjerë dëshiron të qëndrojë vetëm ose nuk ka komunikim të tjerët, është patjetër autik. Jo çdo fëmijë i cili ka probleme sjelljet, është patjetër autik. Vetëm listimi të gjitha elementeve çon në një diagnozë të tillë që është autizmi dhe që mund të diagnostikohet nga neurologu ose psikologu klinik. Prandaj, varësisht nga elementet, një element ose dy nuk e bën një çrregullim të caktuar. Dhe mandej njerëzit dinë të mos i dallojnë qartë këto elemente dhe prania një elementi ose dy mund t'i aludoj patjetër mandej në autizëm, por që nuk është e vërtetë. Prandaj duhet të bëhen vlerësime, duhet për t'u pa nga afër prej një profesionistin, qofse po flasim për autizëm apo për çfarë do tjetër. Ndonjë çrregullim tjetër. Patjetër. Cilat janë shenjat e para në fakt që prindrit mund t'i vrejnë që fëmijët e tyre mund të ketë vështirësi në komunikim dhe tani më pas normalisht edhe ndërlidhin pikërisht me çrregullimin se kur duhet kërkuar ndihma e logopedit. E kuptoj shumë mirë që e përmendë pak më herët është një limit kohor ose nëse guxojmë ta quajmë kalendar që quajte edhe ti vet,
por që në një farë mënyre ka raste kur edhe nga mungesa informacionit, nga kushtet, nga shumë çka tjetër, mund edhe të jetë vonuar si intervenim. Ka shumë faktorë që mandej ju ndikojnë prindve në mënyrë që mos me arrit me marrë ndihmën e duhur në kohën e duhur, por çka du ju preferoja prindve është të përcjellin kalendarin e zhvillimit, që duhet të ketë një fëmijë për moshën që ka fëmia e tyre. Nëse për shembull, po e shpjegoj në mënyrë të qartë dhe shkurtimisht. Nëse për shembull një fëmijë ka 1 vjeç dhe nuk po arrin të thotë fjalët e para, mam, bab, uji, ama dhe fjalë të thjeshta, atëherë po flasim që fëmia ka filluar të ketë vonesë në të folur. Nëse fëmia ka 2 vjeç dhe nuk po thurë fjali të shkurta, mam, ama, uje, hape derën, ose fjali të tjera, atëherë po flasim për vonesë në të folur. Ajo që ndonjëherë prindrit e ngatrojnë dhe mendojnë që kur ne themi si profesionist, një fëmijë në moshën 2 vjeçare duhet të ketë minimumi 50 fjalë në fjalorin e tij, prindërve sikur ju duket shumë. Por në fakt nuk është e vërtet. Një fëmijë në moshën 2 vjeçare duhet të ketë minimumi 50 fjalë në fjalorin e tij. Ne 50 deri në 200, por minimumi është 50 fjalë. Mandej në moshën 3 vjeçare duhet të ketë më shumë fjalë, të krijojë fjali, të ditë të tregojë një ngjarje të shkurtë, të përgjigjet pyetjeve të cilat ne ja bëjmë dhe elemente të ngjashme. Ndërsa tek shenjat e autizmit, se si mund të vrejë një prind që një fëmijë ka shenja autizmi, janë këto. Disa prej elementeve të autizmit janë kur fëmija në thërret dhe nuk kthehet në emër. Mungon kontakti me sy. Fëmijët me autizëm shpesh din të mos mbajnë kontaktin me sy, e evitojnë kontaktin me sy. Është mungesa e ndërveprimit social. Zakonisht preferojnë të qëndrojnë vetëm, të mos ndërveprojnë me të tjerët, e kështu me radhë. Një element tjetër, mandej mund të ketë probleme me sjelljen, dhe mandej edhe problemet me komunikimin, që din me qenë shumë të shpeshta në këto raste. Prandaj është një gamë gjërë elementësh që bëjnë çrregullimin e autizmit, disa prej elementeve janë edhe sjelljet përsëritëse ose stereotipit, që janë shumë të rëndësishme tek këto, janë fëmijëve me autizëm ju pengojnë shumë zhurmat, dritat, kanë hipersensitivitet në taj zhurmave dhe dritave, apo kanë hiposensitivitet, nuk ju pengojnë fare. Po. Prandaj, vetëm prej një profesionisti vrejhen qartë të elemente ashtë autizëm apo ndonjë çrregullim tjetër. Si e vlerëson logopedi tani komunikimin, nivelin e komunikimit tek fëmijët me autizëm? Ne kemi një kalendar zhvillimi, si që përmenda dhe më herët, që e krahasojmë gjithmonë moshën e fëmijës, moshën cilën ka ardhur fëmija në vlerësim dhe si duhet i ketë aftësi gjuhësore ai fëmijë në atë moshë. Për shembull, nëse një fëmijë 5 vjeçar, e marrim shembull, vije në vlerësim tek ne, ai nuk thur as fjali të shkurta, nuk ka as emërtime të kryesore të jetës së përditshme. Flasim për vonesë gjuhësore, nëse mendojmë që fëmia ka elemente që i përkasin ndonjë çrregullimi që duhet të diagnostikohet nga ndonjë profesionist tjetër shëndetësor, atëherë adresojmë për të diagnostikuar dhe mandej për të ardhur për të trajtuar tek ne. Është e vështirë dhe sa janë prindrit tani të hapur, vazhdon të jetë ende stigma në këtë rast? Ekziston stigma ende, fatkeqësisht, mirë po shoh elemente pozitive të përmirësimit të situatës, për shkak se po e shoh që dita ditës prindrit po janë më të hapur edhe për të folur për këto gjëra, edhe për të ardhur për të adresuar në momentin e parë që vrejnë elemente, jo vetëm të autizmit, por të çfarëdo çrregullimi tjetër, po e shoh që prindrit janë më të hapur për të ardhur edhe për të adresuar një logoped edhe për të shprehur shqetësimet e tyre që më parë nuk është kanë qenë shumë të hapur. Kështu që çfarë ja vlen të është që ka ende hapësirë për të sensibilizuar ne si shoqëri, për t'i pranuar pa paragjykim, jo vetëm personat me autizëm, por të gjithë personat që kanë çrregullime me të folur, apo çfarëdo vështirësie tjetër që lidhet me shëndetin e njeriut, patjetër. Prandaj është koha që ne të jemi shoqëri më e hapur, më pranuese dhe më pak paragjykuese që lidhet me këto probleme, që janë shumë të pranishme ditëve të sotme dhe sa më shumë që kalon koha, aq më shumë po rritet numri i rasteve të fëmijëve me autizëm. Pse vje deri tek autizmi? Ka nga studimet e fundit në këtë rast? Nuk ka ndonjë bazë shkencore që tregon qartë që autizmi e ka këtë etiologji, autizmi ka këtë origjinë caktuar. Ka disa aludime të cilat nuk ka ndonjë bazë shkencore dhe që përderisa nuk ka bazë shkencore nuk ja vlen as të diskutohet për to, mirë po çka është e rëndësishme që ne e dim tashmë, autizmi është në mesin tonë, kemi shumë fëmijë me autizëm, nga statistikat e fundit botërore kemi 1 në 31 fëmijë me autizëm.
në 31 që është statistik jashtëzakonisht e lartë, po patjetër. Dhe përderisa i kemi këto statistika, ne po flasim për një çrregullim gjithmonë në rritje. Viteve të kaluara ka qenë 1 në 50, ka qenë 1 në 200, por po shkon duke u rritur numri. Ka disa gjëra që munden me ndiku që një fëmijë jo të autizmi, se autizmi është i lindur, por të çrregullimet tjera gjysore. Për shembull, te vonesat në të folur, ndikon drejt për drejt ekrani. Ka një impakt jashtëzakonisht madh ekrani. Po ju adresohem hulumtimeve të fundit që janë bërë në botë nga shkenca neurologjisë dhe pediatrisë. Këto hulumtime bën një lidhje të ngushtë mes rritjes së numrit të rasteve me vonesa gjysore dhe qëndrimit të këtyre fëmijëve para ekraneve. Prandaj, në momentin që një fëmijë qëndron për kohë të gjata para ekraneve, është e pritshme që ky fëmijë mandej të ketë probleme, qoftë kognitive, qoftë gjysore dhe probleme të ngjashme. Çfarë terapi dhe më herët e përmendet që autizmi është një çrregullim i cili trajtohet, sa kohë duhet, cilat janë rezultatet, është shumë e vështirë, sidomos shkalla 3 ishte? Është pak e vështirë, po themi që të arrihet rezultat dhe sa janë prindrit tani në një farë forme të gatshëm për të vazhduar këtë trajtim i cili jam e bindur që do të zgjasë gjithë jetën. Varësisht nga shkolla që sapo e përmendet, por ka shumë faktorë që e vendosin sa i gjatë është trajtimi dhe rezultatet që presim nga trajtimi. Përveç terapis intensive. Po flas për terapi logopedike, terapi psikologjike në raste kur është nevojshme, ndonjëherë këta fëmijë kanë nevojë edhe për terapi ergoterapeutike ose fizioterapeutike, varësisht nga lloji nga gjendja në cilën gjendet fëmia. Por jo vetëm kjo, është e rëndësishme koha kur ka filluar të trajtohet, sa më herët që trajtohen çrregullimet, aq më shumë kemi gjasa që të kemi rezultate në të ardhmen. Ndryshe presim të kemi rezultate për një fëmijë që ka filluar trajtimin qysh në moshën 2 vjeçare, ndryshe presim të kemi rezultate për një fëmijë që 5 vitet e para të jetës nuk është trajtuar fare, ose ndoshta edhe më shumë. Ka raste kur tek ne vinë fëmijë që janë trajtuar, nuk janë trajtuar asnjëherë dhe vinë në moshën 5 ose 6 vjeçare jo verbal totalisht. Prandaj është shumë i rëndësishëm edhe një detaj. Te fëmijët me autizëm, puna në shtëpi duhet të jetë jashtëzakonisht e madhe. Nuk mjafton një seancë. Po, nuk mjafton seanca. Seancat zgjasin 45 minuta, që janë jashtëzakonisht pak, qoftë logopedit, qoftë psikologut. Në krahasim me tërë ditën që fëmia është i rrethuar nga ambienti shtëpiak, qoftë kopshti, qoftë ambienti i shtëpisë. Prandaj puna në kopsht, puna në shtëpi duhet jetë jashtëzakonisht e madhe. Më e madhe se fëmijët me zhvillim tipik, sepse nëse një fëmijë me zhvillim tipik, ti duhet t'ia tregosh një herë një gjë dhe ai ta mbajë mend, te fëmijët me autizëm ka raste kur duhet ta përsërisësh për kohë të gjata, në mënyrë që ai të procesojë informacionin dhe të presim që ai ta shprehë në mënyrë ekspresive, në mënyrë verbale. Prandaj puna në shtëpi është jashtëzakonisht e rëndësishme. Nuk mund të kemi sukses me një fëmijë me autizëm në rast se prindrit nuk punojnë në shtëpi me atë fëmijë, gjërat që terapisti i bën në seanca. Përveç kësaj, është e rëndësishme të ndjekën në përpikmëri këshillat e profesionistëve. Qofse profesionistët thonë që duhet ta largojmë ekranin nga jeta e fëmijëve, prindrit duhet t'i largojnë ekranet nga jeta e fëmijëve. Për shkak se ekranet ndikojnë në mos stimulimin e zonave të cilat janë përgjegjëse për të folur në tru. Po flasim për zonën broka edhe zonën vernike, që janë përgjegjëse për të folur në tru. Zona broka është për të shprehurit, zona vernike është për kuptueshmërinë. Dhe nëse fëmijët qëndrojnë para ekrani, automatikisht këto zona mund të jenë të mos stimuluara. Dhe në rast se janë totalisht pasiv. Dhe në rast se këto zona nuk janë të stimuluara mjaftueshëm, si të presim që një fëmijë të komunikojë dhe të kuptojë ashtu siç duhet të kuptojë një fëmijë në moshën që ai ka. Përveç kësaj që e shkakton ekrani, mungesa e stimulimit në këto zona që janë përgjegjëse për të folur në tru, ekrani shkakton jashtëzakonisht shumë mungesën ndërveprimit social. Si të presim që një fëmijë të flet si duhet në momentin që ai fëmijë nuk ka ndërveprim social. Në momentin që qëndron tërë ditën para ekraneve, qëndron pasiv. Para ekraneve fëmijët nuk mësojnë asgjë. Para ekraneve
normalisht nuk po i përjashtojmë totalisht benefitet që ka teknologjia në jetën tonë të rriturve, por të fëmijët nuk e ka asnjë benefit, sidomos në moshën e zhvillimit të tyre. Prandaj, një fëmijë që nuk ka ndërveprim social, është e pritshme që të ketë mandej këto problematika të vonesa gjësore dhe çrregullime që prekin pjesën e të folurës. Cilat janë gabimet ndoshta që prindrit mund t'i bëjnë edhe pa vedije me rastet? Patjetër. Prindrit gjitha gabimet që i bëjnë një pavedije, sepse asnjë prind në botë, patjetër. Nuk gabon me dëshirë. Patjetër. Asnjë prind në botë nuk do dëshironte që fëmia e tij të kishte një problem të caktuar për shkak të mos kujdesisë të tij, mos kujdesit. Por disa prej gabimeve që fatkeqësisht hasen shpesh janë, siç e përmenda, ekranet. Edhe një gabim tjetër që prindrit e bëjnë shpesh, ndoshta nga mungesa e informacionit, është që nuk kërkojnë ndihmë në kohën e duhur. Vonohen për të kërkuar ndihmë. Prindrit vonohen për të kërkuar ndihmë për fëmijët e tyre, presin që problemet të trajtohen vetë. Nuk ka një gjë të tillë që problemet të trajtohen vetë. Duhet parë qartë se jo nëse fëmia po përballet me një problem, që ndoshta është një çrregullim që po ja shkakton vonesën e të folur, ndoshta është diçka që po e pengon, ndoshta janë probleme të dëgjimit, ndoshta kemi një dëmtim nga aspekti neurologjik. Duhet të shikohen qartë faktorë, duhet të eliminohen të gjithë faktorë që mund të shkaktojnë këto çrregullime. Prandaj prindrit duhet të kërkojnë ndihmë te logopedi në momentin e parë, jo vetëm kur i vren shenjat e autizmit, por në momentin e parë kur vren çfarëdo çrregullimi, duhet të kërkojnë ndihmë te logopedi. Për të bërë një vlerësim i fushës, në mënyrë që ata ta kenë më të qartë se me çka po përballet fëmia e tyre, apo flasin për ndonjë vonesë, apo po flasin për çfarëdo çrregullimi tjetër. Prindrit duhet të dinë në kohë me çfarë po përballet fëmia e tyre. Patjetër. Juve keni pasur raste, po besoj tani edhe me fëmijë me autizëm, dhe çfarë forma komunikimi përdoret në këtë rast kur fëmiu është jo verbal? Si arrihet që të ketë një trajtim sa më të mirëfillt edhe normalisht për të pasur një rezultat. Tani edhe sa zgjat dhe sa duhet pritur për të ardhur deri te ky rezultat. Varësisht nga seanca e parë, varësisht nga vlerësimi që ne ja bëjmë fëmijës, mandej bëhet edhe plani individual të fëmijët, jo vetëm të fëmijët me autizëm, por të secili rast, varësisht nga vlerësimi, nga vështirësitë që i ka rasti me të cilin po përballemi, edhe nga karakteristika të tilla si mosha, vështirësitë që i ka, shkalla në cilën gjendet, sa është i dëmtuar personi nga aspekti neurologjik, të rastet të rriturit për shembull, nga aspekti emocional apo varësisht prej faktorëve të cilët munden me na hasë në vështirësi, atëherë bëhet edhe plani i trajtimit. Nëse po flasim për një fëmijë totalisht jo verbal, atëherë duhet të fillohet me gjëra jashtëzakonisht të thjeshta. Ne nuk mund të shkojmë të bëjmë plan të avancuar për një fëmijë të cilët i mungon baza e komunikimit. Tek ky fëmijë është i rëndësishëm fillimisht të fitohet imitimi. Sepse përmes imitimit, ne të gjithë kemi mësuar të flasim. Në momentin që fitohet imitimi, atëherë kemi më lehtë që ky fëmijë të fillojë dhe të flasë. Ka fëmijë që ju mungon edhe imitimi. Ka fëmijë që nuk e kanë aftësinë të imitojnë, nëse për shembull ti u thua gota, ai nuk është në gjendje ta përsërisë pas teje. Prandaj, varësisht nga rasti, në atë mënyrë bëhet edhe plani i trajtimit. Ndërsa tek pyetja sa zgjat trajtimi një fëmije me autizëm ose një fëmije që ka çrregullime ose vështirësi në të folur, ka shumë faktorë që ndikojnë, ka çrregullime që zgjasin me vite. Duhet të bërë trajtimi me vite nga logopedi, në mënyrë që të arrijmë rezultate. Mirë po, rezultatet varen nga shumë faktorë, varet nga kapaciteti cilën e ka fëmia, varet nga intensiteti seancave të cilat i mban brenda javës fëmia, edhe nga ambienti shtëpiak. Sa është i stimuluar fëmia në ambientin shtëpiak, por edhe ekspozimin ndaj teknologjisë dhe faktorë të tjerë ambiental, të cilët mund të shkaktojnë mandej pengesa në rrugtimin tonë të përbashkët terapeutik. Si bëhet, po themi, një terapi, si funksionon dhe si matet progresi me fëmijët autik, ndërkaq apo janë mjaftueshëm prindrit ata të cilët po e bëjnë, po themi, këtë vazhdimsinë e punës së logopedit edhe në shtëpi? Progresi në terapi matet ose çdo 3 muaj, ose çdo 6 muaj. Në fillim ne vendosim objektivat. Ashtu si që përmenda dhe më herët, në bazë të vlerësimit, ne vendosim objektivat të cilat dëshirojmë të realizojmë me fëmijën në fjalë. Kur bëhet rivlerësimi pas 3 muajsh, ne e shohim nëse fëmia ka arritur ato objektiva, apo nëse ka nevojë të punohet
ende në ato objektiva. Por në momentin që analizojmë që se fëmija ka arritur ato objektiva, ne analizojmë edhe faktorët që kanë mundur të na çojnë që fëmija nuk ka arritur objektivat e saktuara. Ne ndalemi, analizojmë faktorët. Cilë kanë qenë faktorët që fëmija ose ka psu progres, që është shumë mirë në këto raste, ose ka psu regres. Ose kemi stagnu në një fazë caktuar. Dhe kur besim të këta faktorë, është mirë që këta faktorë që po na pengojnë të eliminohen. Por jo gjithmonë janë faktorë që mund të eliminohen. Kemi fëmijë që kanë dëmtime dëgjimi, e që është vështirë mandej, ose duhet të vendoset implanti koklear, ose varësisht nga audiologu dhe udhëzimet që jep audiologu të bëhet trajtimi tutje. Kemi fëmijë që janë të dëmtuar nga aspekti neurologjik dhe mandej nuk është gjithmonë e mundshme që këta faktorë të eliminohen plotësisht. Prandaj varësisht nga fëmija, duhet bërë edhe rivlerësimi. Rivlerësimi bëhet ndonjëherë nga metodat që i ka klinika, ndonjëherë nga kërkesa e prindërve. Ka prindër që kërkojnë të bëhet rivlerësimi mbas 6 muajsh, ka prindër që kërkojnë të bëhet rivlerësimi mbas 1 viti. Kështu që ne kemi rivlerësimin tonë të brendshëm, mirë po diskutimin me prindër bëjmë varësisht nga koha të cilën prindi e kërkon. Patjetër. Cila është sfida më e madhe tani që juve personalisht hasni gjatë trajtimit të fëmijëve autik, pse jo ndoshta edhe të tjerëve të cilët kanë çrregullime në komunikim? Sfida më e madhe është që është mungesa e informacionit ndoshta, edhe është një gjë shumë e rëndësishme ti besojnë procesit. Logopedi dhe asnjë terapist tjetër, asnjë punonjës tjetër shëndetësor nuk ka shkop magjik. Gjërat dhe çrregullimet të cilat janë shkaktuar me vite nuk mund të ndreqen brenda ditës. Prandaj prindërit dhe çdo kush që ka çrregullime në të folur, po flasim edhe për të rriturit, se edhe të rriturit mund të kenë probleme në të folur, duhet t'i besojnë procesit. Gjërat rrjedhin ngadalë, progresi vjen ngadalë. Jo, gjërat nuk mund të rregullohen brenda ditës. Prandaj procesi është i rëndësishëm, por gjatë procesit është i rëndësishëm që të ecet me udhëzimet e terapistit. Dhe jo terapisti të udhëzoj diçka tjetër dhe mandej jashtë aderës të terapist të bëhet krejt diçka tjetër. Prandaj, është e rëndësishme që të punohet në këtë mënyrë, të ndiqen udhëzimet në përpikëbëri nga terapistët me cilët punojnë fëmijët dhe mandej presim edhe rezultate të kemi më shumë. Patjetër që po. E përmendë pak më herët që një ndër problematikat të mëdha të cilat mund të shkaktojnë jo komunikim apo çrregullime në komunikim është ekrani. Por gjithsesi teknologjia tani ka bërë punën e vet dhe gjithmonë dita ditës po ndihmon çdo fushë as më tepër në këtë rast edhe shëndetësinë në përgjithësi. Sa po përdoret teknologjia për të ndihmuar fëmijët të cilët kanë vështirësi në komunikim? Edhe a ka shpresa që me ku ta diun aparatura apo mjetet të tjera të zhvilluara nga teknologjia që të ketë përmirësim tek fëmijët të cilët kanë nevojë për të përmirësuar komunikimin? Aktualisht jo, ndoshta dhe fatkeqësisht jo, se ndoshta do ishte mirë që të përdornim teknologjinë në aspektin pozitiv të fjalës, të përdornim teknologjinë për t'ju ndihmuar fëmijëve. Aktualisht nuk ka një aparatur caktuar ose ndonjë program caktuar në cilën fëmijët mund të mësonin. Krejt çka bëjnë fëmijët tash dhe çka marrin prej teknologjisë është përsëritja e frazave, përsëritja e këngëve të cilat ata vetëm i përsërisin dhe nuk ua dinë kuptimin. Kjo është një prej aspekteve gjuhësore që fëmijët i fitojnë në thonjza nga teknologjia, por do ishte shumë e rëndësishme që këtë kohën që fëmijët ashtu se ashtu po e kalojnë para teknologjisë, ta kalonin në mënyrë të shëndetshme, sepse tash fatkeqësisht të marrin informacione apo diçka. Të marrin ose fundja prindrit të merrin informacione për problemet në cilët po kalonin fëmijët e tyre, për shkak se fatkeqësisht përveç kohës së gjatë që fëmijët kalojnë para ekraneve, prindrit e tyre shumica prej prindërve nuk e kontrollojnë përmbajtjen që fëmijët çfarë fëmijët po shikojnë para ekraneve, që është shumë e rrezikshme. Për trurin një fëmije të shikojë të gjitha përmbajtjet që kalojnë në internet është shumë e rrezikshme për trurin e një fëmije, përveç përmbajtjes nuk shikohet as koha sa po qëndron ai fëmijë para ekraneve. Prandaj monitorimi i kohës, monitorimi i përmbajtjes janë disa prej elementeve që një prind duhet i bëjë patjetër. Jemi te minutat e fundit, Mirgena, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, cili do të ishte mesazhi, apo a ka diçka tjetër që kishe dashur ndoshta edhe me e përçu tek publiku, tek opinionit të cilët kanë mungesë informacioni, kanë besimet që i përmendëm pak më herët e shumë diçka tjetër? Mesazhi im për gjithë prindrit dhe për gjithë personat që po na shikojnë është që
të gjitha informacionet i marrim prej profesionistëve. Mos të shërbehen me burime informacionit të cilat nuk e kanë asnjë bazë, jo vetëm shkencore, ndonjëherë nuk kanë bazë as etike dhe as njerëzore. Prandaj është shumë e rëndësishme që informacionet të mirën nga personat adekuat të fushës, qofse kemi probleme me të folur, informacionet të mirën nga një logoped i licencuar, i cili e di mirë se për çfarë po flasim. Prandaj informacionet të dinë se ku pi marrin dhe në momentin që marrin këto informacione, në momentin që vrejnë që fëmia nuk po flet ashtu siç flasin bashkëmoshatarët e tij, të adresohen të një logoped, se jo domosdoshmërisht sa herë që shkojmë te logopedi dalim me një diagnozë. Se ndonjëherë prindrit edhe janë të shtangur, friksohen se po e dërgoj te logopedi dhe ndoshta e marr një diagnozë, i friksohen diagnozës, por jo domosdoshmërisht. Ndoshta nuk po flasin për një diagnozë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të marrim këshillat e duhura dhe udhëzimet e duhura profesionale. Patjetër që po. Krejt për fund në vendin tënd të punës, rastet të suksesit, sepse po besoj gjithë ata që patën mundësit na shohin, kanë dëshirë të ndëgjojnë rastet të cilat kanë pas sukses, kanë pas progrese dhe normalisht aty edhe mund të fitojnë një lloj besimi, në këtë rast jo vetëm për profesionin e logopedit, por edhe për juve si logopedi. Po, unë punoj në ordinancën Linguamed në Obileq, por ofrojmë shërbime edhe në Prishtinë. Ka raste të suksesshme që dalin për ditë nga ordinanca jonë, por raste të suksesshme dhe suksesin nuk e arrim vetëm. E arrim me bashkëpunëtorët tonë, të cilët janë me neve çdo ditë, por arrim edhe me njerëzit që na besojnë çdo ditë. Kemi njerëz mjaft shumë që na besojnë, i besojnë punës sonë dhe i besojnë fjalës sonë, i besojnë udhëzimeve tona. Prandaj, ne si ordinancë jemi shumë e fat që kemi këta njerëz, por një pjesë të rëndësishme të suksesit ju adresojmë edhe prindërve, të cilët janë heronjët e çdo dite. Ata janë heronjët e çdo dite që vendosin edhe në ditët e këqija, kur ndonjëherë mendojmë që nuk ka shpresë, prindrit janë aty për të ardhur, për të provuar edhe një herë dhe për të mos u dorëzuar asnjëherë. Prandaj ka shumë elemente që neve na bëjnë suksesshëm në punën që e bëjmë. Një rast caktuar apo diçka e tillë gjithmonë duke ruajtur privatësinë, e kuptojmë që patjetër. Pozitive çështja. Kemi raste shumë të suksesshme edhe te fëmijët me autizëm, pasi që tema është për autizmin, kemi raste mjaft suksesshme te këta fëmijë. Është një mit shumë i përhapur në shoqërinë tonë që në momentin që një fëmijë është me autizëm, pretendohet sikur nuk mund të ketë sukses. Nuk është e vërtetë. Në ordinancën tonë trajtojmë shumë fëmijë të cilët kanë pasur sukses. Ka fëmijë që kanë mbrit moshën, e kanë mbri moshën e zhvillimit gjuhësor dhe i kemi liruar nga terapia. Ka fëmijë që kanë ardhur totalisht jo verbal dhe tash janë në fazën e imitimeve, që është prap sukses. Ka fëmijë që kanë ardhur totalisht jo verbal, gjithmonë duke ruajtur konfidencialitetin e tyre. Kanë ardhur totalisht jo verbal dhe tani përdorin bëjmë bisedë me intension, bëjmë bisedë të qëllimshme, bëjmë bisedë në funksion, që nuk kuptojnë, në momentin që flet diçka, është i vetëdijshëm çka po flet, është i vetëdijshëm çka po kërkon. Prandaj kemi shumë raste të suksesshme, të cilat na bëhen motivi ynë çdo dite, që është shumë mirë dhe është fati ynë të punojmë me këto raste. Nësi që të pata këtu, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, të uroj shëndet edhe normalisht sukseset mos u ndalshin gjithmonë në të mirën e atyre të cilëve kanë nevojë e ku ka mësmjetit që të ndihmojnë fëmijët të cilët kanë vështirësi në komunikim. Shumë faleminderit, kënaqësia ishte imja. Faleminderit. Ishte mi dashur, shkoha tani që ta ndjekim